Kërkon 1 milion euro dëmshpërblim për prishje imazhi. Gjykata administrative rrezon kërkesën për padinë e aktores Anila Bisha ndaj diellës. Gjykata administrative e Tiranës ka rrëzuar kërkesën për sigurimin e padisë së aktores Anila Bisha në padinë e bërë nga aktori Anila Bisha në gjykatën administrative nga Akshit, dhe Këshilli i Ministrave kërkoi pezullimi i ministres së shtetit për inteligjencën artificiale diella. Çështja u shqyrtua nga gjyqtari Armand Shkurta, i cili edhe u shpreh për kërkesën për sigurimin e padisë duke e rrëzuar atë. Kujtojmë se aktoria ndërkohë gjithashtu kërkonte dëmshpërblim prej 1 milion euro për prishje imazhi. Kjo pasi aktoria e teatrit kombëtar pretendon se imazhi dhe zëri i saj janë përshtatur për avatarin qeveritar diellën. Ajo depozitoi kërkesën në gjykatën administrative ku si pal jashtë Këshilli i Ministrave, kompania PLSHPK, Akshi dhe kryeministri Edi Rama. Deri në përfundimin e procesit gjyqësor e kërkon që të dhënat e saj personale të mos përdoren më. Aktoria Bisha shpreh se ajo ka patur një kontratë që imazhi i saj të përdorej vetëm si asistente virtuale për shërbimet në Albania dhe se shfaqja e diellës si ministër është bërë pa miratimin e saj dhe në shkelje të kontratës. Në dokumenti dorëzuar në gjykatën administrative vihet në dukje se krijimi i avatarit të ministres diella është realizuar pas një miratim paraprak të aktores Bisha për përdorimin e dhënave, madje dhe pa e vënë atë në dieni. Kur kryeministri e prezantoi diellën për herë të parë në shtator 2025, aktoria thotë se është ndjerë tërësisht e befasuar kur ka konstatuar se avatari ishte ndërtuar sipas imazhit të saj. Në dokument po ashtu theksohet se në situatën e krijuar aktores i është sekuestruar çdo e dhëmë personale, imazh e zë, që përbëjnë tiparet e jashtme identifikuese të saj dhe duke përdorur në kundërshtim me ligjin kanë krijuar një duplikat digital të paditëses.